Në një seancë dëgjimore në Komitetin për Europën të Kongresmenit Amerikan të mbajtur këtë të mërkurë në Washington, është folur për sfidat me të cilat po përballet NATO-ja. Një nga temat kryesore të diskutimit dëgjues ishte edhe situata e sigurisë në Kosovë dhe Ballkanin Perëndimor, si dhe perspektiva e shtetit të ri në Europë për t'u antarësuar në Aleancën Veriatlantike. Kongresi Republikan Keith Self në hapje të seancës foli për rëndësinë e sigurisë dhe përparimet demokratike të Kosovës, e po ashtu dhe domosdoshmërinë për ta kundërshtuar ndikimin e dëmshëm të Rusisë dhe Kinës në rajon. Ai gjithashtu ngriti shqetësimin për aktivitetet destabilizuese që burojnë aktivitetet nga Serbia dhe Republika Srpska, zhvillime që po tërheqin gjithnjë edhe më shumë vëmendjen e zyrtarëve amerikanë dhe të NATO-s, ndërsa admirali në pension Mark Montgomery gjatë kësaj seance dëgjimore vlerësoi se Serbia dhe Republika Srpska minojnë stabilitetin në Ballkan. Serbia dhe Republika Srpska janë aktorë të rrezikshëm që minojnë stabilitetin në Ballkan, ka thënë ai. Self madje tha se General Kavolli i ka thënë stati se Bosnia dhe Hercegovina mund të kapëllsojnë brenda NATO-s. Ai kujtoi dhe operacionet e NATO-s më 1999, teksa tha se kjo aleancë hyri në luftë për Kosovën, duke e bombarduar Serbinë. Ndërkaq kongresmeni Self tha se Shqipëria, Maqedonia e Veriut, Malezi, Slovania, Kroaci, Bullgari dhe Rumani që rrethojnë tre entitetet që nuk janë më pjesë të NATO-s.